Festivali gjithmonë më shumë ka marrë trajtën e një treni, ku njerëzit lypin për të zbritur në një destinacion. Ka nga ata që i kanë hipur këtij treni nga stacioni i cili simbolizon edicionin e tij të parë, ashtu sikurse në stacion ka njerëz të rinj. Por duke qenë se numri i pasagjerëve i atyre që ndjekin festivalin qëndron pak a shumë konstant nëpër stacione, disa edhe zbresin nga ky tren. Tashmë mbërriti edicioni 9, pas 9 vitesh kur edicioni i parë zëfill, lihet pas një histori e pasur ngjarjesh, eventesh, prezantimesh e premierash. Tirana International Film Festival, tashmë i kthyer në traditë që nga startimi i tij në 2003-shin, vjen me një numër të madh filmash të aplikuar gjatë këtyre viteve. Çdo vit gati një mesatare prej 500 filmash, nga një numër shtetësh që varion nga 60 deri në 70 dhe këtë vit plot 63. TIFI është krijuar në 2003-shin si një aktivitet që vinte për të plotësuar një vakum aktivitetesh lidhur me kinematografinë në vendin tonë. Besoj që e krijoi këtë lloj aktiviteti i cili plotësonte disa pritshmëri. Një nga pritshmëritë ishte pikërisht angazhimi i një brezi të ri kinastësh, por me vazhdimin e viteve me ecurin e TIFit filluan dal nga dal të krijohen këto dy shkolla, të cilat ishin në fundit edhe gati target grupi i këtij festivali. Deri në momentin që TIFi ishte i fokusuar tek filmi i metrazhit të shkurtër. Filmi i metrazhit të shkurtër ishte i ndarë në 4 kategori dhe vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite. Në këto kategori ndarë fiction, dokumentar, eksperimental dhe animacion. Çdo vit mbërritja në destinacion vjen me filma të mirë, me kualitet, të selektuar me kujdes dhe dashuri, gati xhelozi. Këtë vit arrihet me retrospektivën dedikuar veprës së 2 autorëve dhe personaliteteve të spikatur të kinematografisë italiane, Vittorio De Seta dhe Carmelo Bene. Retrospektiv kjo që i shtohet retrospektivave të shumta të krijuara ndër vite. Kemi pas 2 programe speciale, ju kushtuan Carmelo Benes dhe Vittorio De Seta. Vittorio De Seta është një dokumentarist dhe një kinast i shquar italian, i cili humbi jetën para një javë në datën 28 nëntor, dhe ne kishim planifikuar për të bërë një program rreth krijimtarisë së tij filmike. Fatkeqësisht ajo nda nga jeta dhe ne e shndruam këtë program special në homazh për Vittorio De Setën. Gjithashtu organizuam një program special për Carmelo Benen, edhe ky një autor shumë i njohur italian, të cilat u mundësuan këto me ndërmjet Institutit Italian të Kulturës, cilin gjej rastin ta falenderoj për kontributin që dha për realizimin dhe për sjelljen në Shqipëri për herë të parë të profesor Pier Giorgio Giacchè, që ishte një kritiku dhe një mik i Carmelo Benes. Ai mbajti 2 ligjërata në TIF, që ishin shumë interesante për publikun, që nuk shë pasur rast të dëgjonte më parë. Këtë vit kanë konkuruar rreth 500 filma, nga të cilët në seleksionim zyrtar kanë kaluar 83, 11 animuar, 9 dokumentar, 12 eksperimental, 42 filma artistik me metrazh të shkurtër dhe 9 filma artistik me metrazh të gjatë. Si shumë projekte të tjera, realizimi i këtij festivali u vu në diskutim nga kriza financiare. Edhe pse është nisur me buxhet zero, ky event është në prag të një dekade jetë. Festivali është i pari dhe i vetmi i llojit të tij në Shqipëri, madje vitet e fundit ka gëzuar një famë të konsiderueshme edhe në rajon. Në edicionin e 9 të këtij viti kanë konkuruar filma në 3 kategori, ato të metrazhit të gjatë, të metrazhit të shkurtër dhe kategorinë DJ Art, e veçantë për filmat e shkurtër. Konkursi në këtë event është i hapur për të gjithë filmbërësit dhe regjisorët nga mbar bota, nga 60 shtete më shumë. Në pjesëmarrje renditen Gjermania, Anglia, Italia, Spanja, por edhe Rumania, Polonia, Izraeli e Finlanda, Portugalia dhe për herë të parë edhe Kuba. Autor të famshëm si Simone Masti, Vladimir Perovic e të tjerë vazhdojnë të jenë në TIF që shpreh edicionit të parë. TIF që nga konceptimi fillestar i tij është i përgatitur ndaj prodhimit të pavarur kinematografik. Në momentin e parë të mbarimit të edicionit të kaluar,
fillon puna realisht për të përgatitur platformën mbi të cilën do aplikohen filmat që do të marrin pjesë në edicionin e pasardhës. Që në ditët e para të lançimit të faqes internetit ku bëhen aplikimet online, u pa një vërshim real i kinazëve nga vende të ndryshme. Në momentet e fundit të deadline-it kur mbyllet aplikimi, ne mundëm të numëronim rreth 500 filma nga 63 vende të botës, që jo për festivalin ton, jo për festivalet të filmit shkurtër, por edhe për festivalet të filmit gjatë, është një shifër edhe një numër i konsiderueshëm. Ne për fat kemi këtu edhe organizatorë të festivaleve të tjera, të cilët kanë ardhur pikërisht për t'i dhënë suport tifit, suport moral me prezencën e tyre. Dhe më konfirmojnë faktin që një shifër e tillë është e respektueshme. Me njërin për këtyre organizatorëve, organizatori i festivalit të Brestit, është i dyti në Francë për nga madhësia, Massimiliano Narduli, ne jemi njohur komplet rastësisht nëpërmjet një emaili që ai dërgoi duke u egzaltuar pas kualitetit të filmave që ne kishim përzgjedhur në programacion. Nga këta 500 filma që u aplikuan, kalojmë në fazën përzgjedhëse, selektive. Faza përzgjedhëse selektive në kupton një numër sa më të reduktuar në mënyrë që të përgjigjemi mundësive tona të ekspozimit. Dhe po të kishim mundësi të ekspozonim për 10 ditë rresht, do ta kishim programin shumë të zgjeruar. Por duke qenë se orari, minutazhi është i limituar, përpiqemi të adeguohemi, të përshtatemi këtij limiti. U përzgjodhën në këtë fazë selektimi rreth 80 filma të huaj, të cilët merrin pjesë në edicionin e 9 të tifit si konkurrues në seksionin e filmit shkurtër, ndërkohë që janë 9 filma në seksionin e filmit gjatë dhe rreth 27 filma në kompeticionin shqiptar. Realisht, ta filma që vinë tek ne, nuk janë filma që vinë tek ne, janë filma që shkojnë në të gjithë festivalet, praktikisht në Berliniale, në Cannes, kudo në çdo festival të botës, shohim eksaktësisht këto filma dhe disa vinë edhe me çmime nga këta festivale. Tirana International Film Festival u ngjit si traditë në vitin 2003 dhe që nga ai vit festivali modest i kryeqytetit shqiptar filloi të rritej vit pas viti, si nga pjesëmarrja, ashtu edhe nga të ftuarit special, që ky festival i ftonte për herë të parë në Shqipëri. Mbi të gjitha, ky festival është një pikë takimi për artistët e filmit dhe kinemas nga Shqipëria, Ballkani dhe vende të tjera të botës, që mblidhen në kryeqytetin shqiptar për të ndarë së bashku pasionin e tyre për filmin. Përgjithsisht, domethënë, çdo gjë që krijon një traditë, mund të themi që në Zanafil fjala e parë që mund të themi është një sukses, sepse nuk është e lehtë që të krijohet traditë për një festival dhe për më tepër për një kalendar kulturor në vendin tonë. Kështu që bën pjesë pra tashmë TIFF, krahas dhe festivaleve të tjerë që po organizohen në Shqipëri, domethënë siç janë festivali i Durrësit, festivali në Tiranë, festivali në Shkodër, kështu që gradualisht ne të gjithë në një farë mënyrë po kontribuojmë që të mbajmë gjallë peizazhin kulturor shqiptar dhe kjo është një merit kryesisht e njerëzve me pasion dhe dedikim. Dhe këtë merit dhe pasion bën pjesë edhe zoti Butka, zoti Domi dhe në të njëjtën kohë Përmeti, Gens Përmeti, të cilët padyshim domethënë një pjesë të energjive të tyre e kanë mbajtur për të krijuar këtë lloj tradite. Ky festival, si të vlerat më të mira të kinemas botërore, është iniciativë shumë e guximshme, do të thoya tre organizatorëve kryesor, të Ilir Butkës, të Gens Përmetit dhe të Agron Domit, që unë doja t'i përgëzoja. Kam qenë një bashkëqyruse e tifit në gjithë rrugtimin e tij, që në tifin e parë, si ne kemi bërë me shumë dashuri, me shumë përkushtim, dhe shikoj që ky përkushtim që ka filluar në tifin e parë vazhdon të jetë ta bashkëshoqërojë gjatë gjithë
udhës së tij, këtë festival i cili pa diskutim sjell vlerat më të mira ose kineman botërore ose një pjesë e asaj magjie të madhe që ka artishtat edhe në Tiranë. Që do të thotë që edhe Tirana futet në hartën e metropoleve të botës ku organizohen pafund këto festivale të filmit. TIFF ka evoluar në përzgjedhjen e filmave. Domethënë do të thotë që TIFF është rritur, nëse në fillim ajo nisi si një iniciativë e guximshme për ta futur Tiranën në hartën e metropoleve botërore, unë sot do të thoja pa diskutim që Tirana Film Festival, International Film Festival është një festival shumë kompetitiv në krahasim me festivalet e tjera dhe them që kjo është një nga arritjet që ka psuar TIFF-i në Shqipëri edhe më gjerë. Do me thonë që të gjitha, po të flasësh me organizatorët, tregojnë që të tërë njerëzit që sjellin filmat i sjellin me dëshirë dhe duan të marrin pjesë në këtë festival, i cili duhet të theksohet që organizohet në kushte mjaft të vështira, për sa i përket anës financiare, që kushtozon edhe ardhin ose mos ardhin e shumë prurjeve edhe shumë të mëdha të filmave botror. Por megjithatë, megjithse ka, domethënë këtë pengesë, duhet të thotë është një pengesë që duhet vlerësuar shumë dhe që duhet të mbështetet nga të gjithë organizmat kombëtar. Pavarësisht misionit të tij, Tirana International Film Festival nuk ka mundur të sigurojë asnjë mbështetje nga shteti shqiptar. Është një realitet i dhimbshëm që festivali më i vjetër ndërkombëtar në Shqipëri nuk ka marrë asgjë nga institucionet përkatëse kombëtare të financimit për artin dhe kulturën. Investimi ka munguar jo vetëm nga institucionet shtetërore, por edhe nga subjektet private. Megjithatë, pavarësisht këtyre mungesave, TIFF tashmë jo vetëm që mbijeton, por po shndërrohet në traditë dhe referencë të kinemas ballkanike. Pasioni karakterizues është një shenjë optimizmi gjithë këtyre viteve. Së shpejti, në prag të një dekade jetë, TIFF vazhdon me sloganin 9-vjeçar të tij. Mendojmë ndryshe, por shohim njësoj. Ky edicion, në përjashtim nga gjithë edicionet precedente, është përjashtuar nga ky suport në mënyrë ndoshta edhe të pashpjegueshme, ndërkohë që buxhetet e institucioneve përkatëse kinematografike nuk e kanë ndryshuar, nuk e kanë reduktuar kontributin statal shtetëror në ndihmë të kinematografisë, TIFF-it i privohet e drejta për të financuar. Megjithatë, kjo është çështje e organizimit të brendshëm dhe çështje e strategjive, politikave që bëjnë institucionet. Nuk duan të vënë para presionit absolutisht asnjë lloj institucioni. Por sigurisht nuk mund të mirëpresim mungesën të një përgjigje, qoftë edhe negative. Nuk mund të mirëpresim qoftë edhe mungesën e prezencës së institucioneve. Ka institucione në Shqipëri si Qendra Kombëtare e Kinematografisë, e cila ka një mision të mbështesë, të zhvillojë, të sponsorizojë, të kultivojë kinematografinë në këtë vend. E ka mision. Mos prezenca këtu e drejtuesve të lartë të kësaj qendre, në një farë mënyrë është një penalitet tjetër përveç penalitetit financiar, edhe moral. Dhe nuk është për ne, për festivalin, është për ata kinas të rinj të cilët e kanë gjetur vetë rrugën e financimit. Shumica e filmave të prezantuar në TIFF janë filma të cilët vetë financohen nga studentë, nga të apasionuar të kinemas, nga regjizorë të rinj, aspirant. Ku është një suport moral mbi këta njerëz? Mirë material, ata nuk janë të financuar, por ata duhet të financohen shpirtërisht, të financohen me entuziazëm. Kjo gjë është ajo që na ka shqetësuar. Festivali këtë vit u bë pa as pak kontribut financiar. Jo nga institucionet shtetërore, as nga private. Por nuk i ka munguar suporti njerëzor. Në këtë vend, pavarësisht mungesës sensibilitetit institucional, ekziston një sensibilitet njerëzor i cili nuk është një sensibilitet detuar ndaj nesh si organizator. Është një sensibilitet ndaj aktivitetit, duke parë për 9 vite rresht të zhvillohet një aktivitet në mes të vështirësive dhe problematikave që ka çdo festival, nuk mund të themi që këto janë specifike për festivalin tonë. Ata kanë parë të arsyeshme të japin mbështetje këtij aktiviteti duke menduar që po ndihmojnë dhe po kontribuojnë në jetën kulturore të vendit. Kaq duam dhe ne të bëjmë. Të japim atë ndihmën tonë, të vogël sado që të jetë. Evoluimi i një vendimenti si TIFF-i është shumë i natyrshëm. Shumë i natyrshëm dhe shumë organik. Nga aq informacion sa kam unë, domethënë di që si vjet
jo vetëm Tifi, po dhe shumë evenimente tjera artistike, festivale teatri apo gjëra të tilla, janë bërë me vështirësi të mëdha ose për të thënë kështu në zgripet e fukarallëkut. Por fakti që u bë dhe që u mbajt është shumë i rëndësishëm. Pastaj rëndësia nuk diskutohet që është e madhe. Edhe e thash që evoluimi është normal dhe organik që të ndodhi. Domethënë Tifi e ka kaluar te fazën e le të themi të pjekjes. Domethënë tashmë është një eveniment i natyrshëm, domethënë edhe për mua prestigjioz. Ashtu si në edicionet e tjera, as këtij viti nuk do t'i mungojnë programi special, kushtuar figurave të njohura të kinematografisë botërore. Në kuadrin e programit special kanë ardhur 4 filma të regjisorit italian Vittorio De Seta, i cili u nda nga jeta vetëm pak ditë më parë. Fitues si disa çmimeve ndërkombëtare kinematografike me mbështetjen e Institutit Luce, ai vjen për këtë event. Megjithatë, pavarësisht organizimit dhe rëndësisë së tij, është ende e vështirë të tërheqësh publikun e gjerë në sallat e kinemas, qofshin edhe me hyrje falas. Unë e kam ndjekur me kënaqësi dhe do të them që jam një nga ata që i kanë ndjekur gjithë edicionet e këtij festivali ndërkombëtar. Më vjen mirë që është krijuar një klim kulturore edhe për këtij festivali në këtë periudhë, ku brenda harkut të një jave janë shfaqur aq filma sa nuk shfaqen gjatë gjithë vitit në gjithë Shqipërinë. Kjo është një risi dhe do të shpreh komplimentat për organizatorët. Unë jam i informuar për vështirësitë e pazakonta për të bërë një veprimtari kaq të madhe ndërkombëtare. Në një moment që kjo veprimtari nga të gjithë njerëzit që kanë mundësi duhet të ketë një mbështetje shumë më të madhe në radhë parë nga institucionet shtetërore të kulturës, të cilat do të kishin qenë më afër. Kam ndjekur me kënaqësi filmat edhe të festivali, më bëjmë përshtypje një pjesëmarrje shumë e gjerë e filmave të autorëve shqiptar, pra prodhimi shqiptar më duket nëpërmjet këtij festivali po tregon që ka një rritje dhe kjo është një shenjë e mirë për ringjalljen sadopak edhe të këtij zhanrit kulturës të kinemas, e cila po përballet me vështirësi të mëdha. Jam shumë i kënaqur që më në fund pas shumë vitesh shkëputje nga Shqipëria rikthehem në Shqipëri me një film. Është edicioni 9 i festivalit ndërkombëtar të filmit dhe sot konkuron filmi Bird Poo. Në Shqip është një fjalë që mund të gjallë qeshur është glasa. Tek Tifi është ere parë, tek edicionet e para të Tifit i kam ndjekur me shumë kuriozitet sepse në fund në Shqipëri po krijohej një edicion ndërkombëtar ku vinë kineas nga gjithë bota dhe masin domethënë punën e tyre. Këtë është era e parë e imja dhe më shpresoj që në të gjithë projektet e mia të ardhshme të jem pjesë e Tifit në kompeticion. Këtë edicion më pëlqen më tepër sigur mënyra organizimit ishte një çik më e plot dhe të kishte një çik më tepër emër ky festival, se më duket shumë festival dinjitoz. Qoftë nga pjesëmarrja e filmmakers të atyre filmbërsave, gjithashtu dhe nga artistët që shoh brenda që nga juria. Do kisha dëshirë të shikoja pak më tepër aktivitet një çik më të gjerë për këtë. Morëm dhe rrugën, megjithatë është një kënaqësi që ndodhem këtu mes miqve, mes shokëve dhe sillim një punë tonën. Të shohim si do duket puna jonë, çfarë futesh dekori. Këtu janë punë independente. Çdo njeri tregon forcën e vullnetin e tij për të bërë një film, edhe kuptohet cilësia është shumë e mirë, dëshirueshme. Ne jemi mbledhur gjithu që të shpërfaqim punë të njëri tjetrit dhe të mësojmë nga njëri tjetri. Unë mendoj që të gjitha punët që kam parë janë të pothuajse të një niveli artistik profesional të konsiderueshëm. Dhe kjo më pëlqen. S'pash diçka asnjë gjë amatore, asnjë gjë në një nivel të konsiderueshëm. Janë 4 juri që kanë votuar për filmat më të mirë të Tirana International Film Festival, për kategorinë e filmit me metrazh të shkurtër, të gjatë dhe të animuar. Juria kryesore dhe ajo ndërkombëtare përbëhet nga ambasadori i BE-s në Tiranë, Ettore Sekui, aktoria Elvira Diamanti, regjizori Dimitër Anagnosti dhe fotografi italian Massimiliano Nardulli.
Molto bello, sono davvero contento di essere qua in giuria per i film, per i lungometraggi. Ho scoperto il festival, ho scoperto la città. Është shumë i bukur. Jam vërtet i kënaqur që jam këtu në juri për filmin me metrazh të gjatë. Kam zbuluar festivalin, kam zbuluar qytetin. Më pëlqen shumë. Është një event me cilësi të lartë artistike. Filmat janë shumë interesant, janë shumë të ndryshëm sepse është një festival ndërkombëtar. Kështu që janë filma të ardhur nga vende të ndryshme. Mënyra të ndryshme për të bërë kinema. Është i bukur sepse ka variacion, ka një ndryshueshmëri edhe në tema. Ka filma dram, komedi, aksion. Kështu që është shumë i bukur. Është hera parë që vi në juri dhe nuk do të jetë e fundit, sepse më ka pëlqyer shumë festivali, ambienti është shumë i bukur, shumë stimuluese në nivel kulturor dhe më pëlqen shumë gjithashtu edhe organizimi. Ka njerëz të aftë që organizojnë festivalin dhe është një event i rëndësishëm kulturor për qytetin dhe për Shqipërinë. Ed è un evento culturale importante per la città, immagino, e per l'Albania. Në jurinë e konkursit ndërkombëtar janë antar Lorenzo Vignolo, Kujtim Çashku e Francesco Ancona. Ka një prurje të variushme, se duke qenë filmi i shkurtër në pak minuta, si thua, tregohet shumë dhe në të njëjtën kohë vijnë nga vende të ndryshme, kështu që gjeografia dhe problematika që filmat trajtojnë është mjaft e ndryshme. Kështu që kjo meriton në të njëjtën kohë një vëmendje, sepse në një kohë të shkurtër merr një informacion të gjerë. Prej disa edicionesh ne po përpiqemi të krijojmë një fizionomi të konkurimit të filmit të gjatë. Dhe besoj që kjo fizionomi tashmë është e konsoliduar. Besoj që kemi kaluar këtë fazën e caktimit të një vendi. Ai seksion ka vendin e tij në TIFF tashmë, duke ofruar një panoramë të mirë të prodhimit kinematografik në botë dhe në rajon, duke ofruar një larmi vendesh që aplikojnë, tashmë deri nga India, që krijon një ide më të qartë rreth gjithçkaje krijohet në botë në kushtet e një kinema indipendente. Ne jemi përpjekur gjithmonë të lëmë një hapësirë tepër të kujdesshme, tepër speciale filmit indipendent, filmit që operon me financime të vogla, të ashtu quajtura financime të vogla, duke krijuar kështu paragone të kinematografisë tonë me kinemat e huaja, duke përpjekur të gjejmë çfarë problematike sjell një kinema e huaj me buxhete të vogla, ballafaqur me kineman tonë që nuk ka mundësi të ketë buxhete të mëdha, duke dhënë një kontribut real për kinastët tanë, duke krijuar mundësi kontakti me vetë regjisorët, me vetë autorët, me vetë producentët, në mënyrë që të krijojnë ide më të qarta rreth asaj çka duhet bërë lidhur me strategjinë kinematografike. Filmi shqiptar si çdo vit ka zënë një vend të rëndësishëm edhe për këtë edicion. Në jurinë e vlerësimit për të ishin Andi Delina, Iris Elezi dhe Zamir Kokonezi. Një tjetër juri e cila ishte përcaktuar për të dhënë çmimin e medias, përbëhet nga Alfred Lela, Mira Tuçi dhe Mirjeta Baraliu. Kam qenë e privilegjuar, këtë vit jem pjesëtare jurisë mediave dhe njëkohësisht e befasuar me kualitetin dhe cilësinë e lartë të filmave që janë shfaqur nga data 5 deri më sot me datën 10, kur edhe po bëhet edhe disa minuta ndarja e çmimeve. Janë shfaqur filmat të niveleve dhe kategorive të ndryshme që kanë mduket kanë qenë gjithsesi 100 filma, të cilët kanë ardhur nga 63 vende të botës dhe rajonit, natyrisht filma shqiptare dhe ata kosovar. Gjithë këta filma kanë garuar për disa kategori, për filmin më të mirë të metrazhit të gjatë, për filmin më të mirë të animuar, për filmin dokumentar, për filmin më të mirë shqiptar, e kështu me radhë. Po, kjo është çmimi i mediave, do thotë, në fakt nuk jam unë vetëm, janë edhe dy kolegë këtu nga Shqipëria. Ne kemi pas për të përgjedhur filmin më të mirë i cili ka qenë në metrazh të gjatë, edhe jam dashur me kënaqur për shkak se ka pas filma jashtëzakonisht të mirë dhe unë kam pas frikën që do të kemi shije të ndryshme dhe në fund nuk do të bijem dakord për të përgjedhur fituesin. Mirë, po çuditërisht që kemi pasur shije të përbashkëta, kështu që një zëri kemi vendosur për një film i cili me të vërtetë është një film që doja sugjeroja gjithëve që ta shohin se ja vlen. Çmimet e dhënë për këtë vit ishin filmi më i mirë shqiptar me metrazh të shkurtër,
filmi më i mirë eksperimental me metrazh të shkurtër, filmi më i mirë dokumentar me metrazh të shkurtër, filmi më i mirë i animuar me metrazh të shkurtër, filmi më i mirë feature me metrazh të shkurtër, gjithashtu çmimi i publikut, çmimi i medias, aktoria më e mirë, aktori më i mirë, regjizori më i mirë dhe filmi më i mirë i TIFF. Me rritjen e festivalit, me rritjen edhe të aplikimeve nga vendet të ndryshme të botës, arritëm në konkluzionin që duhej hapur dhe një ditare e re, ishte ditarja e filmit gjatë. Sepse po arrinim deri në skartimin e filmave shumë të mirë, cilët mbrinin çdo edicion duke aplikuar në TIFF. U krijua tashmë një fizionomi e plotë e një festivali i cili ka këto dy grupime, filmin e gjatë, filmin e shkurtër, të cilit ishte bashkangjitur që në edicionin e parë një grupim tjetër, një seksion tjetër, që i dedikohet totalisht kinemas shqiptare. Kinemas shqiptare flasim për filmin e gjatë, filmin e shkurtër, dokumentar dhe pse jo televiziv. Mund të theksoj që rreth 25% e filmave vit për vit prezent në TIFF kanë qenë filma shqiptarë, të ardhur nga trojet shqiptare, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria. Besoj që pritshmëria e parë e realizimit të këtij festivali për të krijuar një klim pozitive rreth gjithçka që ka të bëjë me kinematografinë në botë, por edhe në vend, dhe të shërbejë si një mundësi e mirë ballafaqimi midis këtyre dy prezencave, është realizuar. Gjatë jetës së tij 9 vjeçare, TIFF ka patur një ndryshim të strukturës, duke u hapur për më shumë kategori filmi. 2012 do të shënoj tashmë një dekadë nga ky festival. Do jemi një vit më të mëdhenj, më të plakur, më të vjetër, më interesant dofta. Nuk do ka bëja nëse do thosha që pikërisht që sot ka filluar puna për edicionin e ardhshëm. Vi nga një takim shumë shpresdhënës me atashen kulturor të ambasadës franceze, i cili dëgjoi me vëmendje gjithë problemet tona, gjithë shqetësimet dhe gjithë pritshmëritë ndaj festivalit, ndaj edicionit të 10. Po përpiqemi të krijojmë një lloj networku, festivalesh, nëpërmjet edhe Nardulit, i cili është pjesëmarrës në këtë festival si antar jurie, me festivale të tjera që kanë të njëjtën problematik. Duke problematik edhe shqetësim artistik. Do përpiqemi të këmbejmë midis nesh programacionet speciale, retrospektivat të dedikuara kinematografive të ndryshme, që shërbejnë më së miri njohjes asaj kinematografie që gjen më pak vend në kinema, që shikuesi nuk mund ta gjejë as në televizion as në kinema, por specifikisht do ta gjejë vetëm në festivale. Këtë vit për shembull mjaftot përmendim, ne kemi patur fatin të krijojmë një bashkëpunim shumë të frutshëm me Institutin Italian të Kulturës, i cili na është vënë në dispozicion total për të krijuar atë lloj programi special që ne kishim planifikuar prej vitesh, por nuk gjenim formë si ta aplikonim. Kemi organizuar në këtë kuadër 2 retrospektiva të nivelit shumë të mirë, Carmelo Bene dhe Vittorio De Seta. Të dyja këto retrospektiva shërbyen në një farë mënyrë për të ballafaqur studentët, kinastët e rinj me një historik real të kinematografisë italiane të disa viteve më parë, kur ata nuk kishin filluar të impenjoheshin me këtë art. Jubileu i 10 i TIFF do të zhvillohet në dhjetor 2012 dhe do të përmbledh gjithçka speciale që ka karakterizuar festivalin në këta 10 vjet. Filmi me metrazh të shkurtër tashmë është konsoliduar. Teknologjitë e reja do të çojnë në reflektim për mënyra të reja programimi dhe vlerësimi. Bashkëpunimet me festivale partnere do të vazhdojnë. Ne urojmë dhe shpresojmë që treni i festivalit të ketë një rrugë të gjatë para, me shumë stacione dhe mjaftueshëm karburant për të ecur para, me një shërbim publik të vyer që ndihmon për të transportuar breza të tërë pasagjerësh drejt destinacionit të tyre.